Rritja e një biznesi në tregun dinamik të kryeqytetit kërkon guxim, vizion e partnerët e duhur financiar. Kur idetë inovative gjejnë mbështetjen e duhur, sipërmarrjet urbane transformohen në modele suksesi. Kjo është historia e Enkli Bajramit, një sipërmarrëse që vendosi të zgjerojë aktivitetin e biznesit të saj në zemër të Tiranës. Unë jam Enkli Bajrami, kredimarrëse për herë të parë në Fedinvest. Një financim nuk është thjesht një kredi, është një mundësi për të rritur biznesin. Fal këtij financimit, pata mundësinë të investoja në ambientin e dytë në Tiranë, në koleksionet e reja të rrobave luksoze për femra. Zgjerova gamën e produkteve si dhe përmirësova ambientin e dyqanit. Ky ndryshim më ndihmoi të përgjigjem më shpejt kërkesave të klientëve. Rezultati: më shumë zgjedhje për klientët, një eksperiencë më premium dhe me mundësi më të mëdha për rritjen e shitjeve. Faleminderit Fedinvest dhe CEP për këtë mundësi. Kjo histori demonstron angazhimin për fuqizimin e sipërmarrjeve të vogla e të mesme në mjediset urbane, përmes mbështetjes financiare nga Fedinvest e nga Banka e Zhvillimit të Këshillit të Evropës. Ne ndihmojmë bizneset të përballen me vështirësitë financiare. Një model suksesi që tregon se ardhmja e biznesit urban ndërtohet me vizion, punë e me mbështetjen e duhur.